Rastet e sëmundjeve tumorale tek moshat e reja janë në rritje. Mjekët theksojnë se trajtimet varen nga koha e diagnostikimit, ndërsa si faktor kryesor për shfaqjen e sëmundjes, ata rendisin stilin e jetesës. Mjekët theksojnë se ecuria e sëmundjes ndryshon nga rasti në rast, por diagnostikimi i hershëm rrit shanset për mbijetesë. Mjekja onkologe Ausilia Hoxha, gjatë një interviste për televizionin 6+ një Vlora, shpreh se ka një rritje graduale të gjitha rasteve tumorale, dhe sa ato tashmë janë shtuar. Ne kemi një rritje graduale të gjithë rasteve tumorale në qytetin e Vlorës, por besoj që është kudo e njëjta gjë, pasi janë shtuar shumë rastet e diagnostikuara kohët e fundit me kancer të gjithë. Por cilat janë tumoret më të përhapura, mjekja Hoxha rendit këtu edhe atë të pulmonit, ndërsa sa i përket moshës, theksojnë se janë mosha të reja, 30 deri në 40 vjeç. Me i përhapur është kanceri i kolonit, kanceri i ovareve, kanceri i gjirit, edhe kanceri i pulmonit gjithashtu, që është një nga më të përhapurit, dhe sipas protokolleve në botë edhe në Shqipëri. Moshat janë gjithmonë më shumë po prekin dhe moshat e reja. Nëse më përpara janë prekur dhe moshat mbi 50 vjeç, mbi 60, tani po e shohim shumë dhe tek moshat e reja, 30 vjeç, 40. Mjekët vënë në dukje ndikimin e faktorëve mjedisor, stilin e jetesës, ushqimin dhe stresin në shtimin e rasteve me sëmundje tumorale tek të rinjt. Mund të vijë nga kushtet e jetesës, ushqimi, jeta sedentare. Ne këshillojmë që njerëzit të bëjnë sa më shumë ekzaminime, të mos i lënë pas dore, të mos i neglizhojnë veten dhe të shkojnë sa më shpejt tek mjeku. Ndryshimi i stilit të jetesës në 2 dekadat e fundit, përkeqësimi i fenomeneve të obezitetit, pirjes së duanit, alkoolit, ndotjes së mjedisit dhe keq ushqyerja. Nga ana tjetër, ndoshta edhe problematikat në shërbimet shëndetësore kanë bërë që në vendin ton të ketë një barkë të lartë të sëmundjeve në rajon. Rastet me kancer janë 10 fishuar në vitet e fundit, ndërsa për post numrit në rritje, mjekët janë të shqetësuar se po preket grup mosha e re, 30-40 vjeç.